Si e shpjegoni paralelen që hoqi ditën e djeshme në Kosovë mes rastit të Vjosa Osmanit në raport siç pretendoi Edi Rama që deri dje ishte një sekret shtetëror ku prokurorët i kishin shkuar në zyrë, pra bëhet fjalë për prokurorët e gjykatës speciale në Hag, dhe ndërtoi një lloj paralele me atë që ndërmori po vet sa i përket raportit me drejtësisë. Shiko, Zoti Rama, i nderuar, dje ka nxjerr një bisedë personale, private, e ka nxjerr në publik. E pa autorizuar. Dhe pse e ka bërë këtë? Këtë e ka bërë që ai të merrte kredo politike. Zoti Rama e di shumë mirë që edhe intimidimi ose kërcënimi, po deshët ju edhe fyerjet që ju bën ai prokurorëve të prokurorisë speciale të Kosovës që janë në Hag, është kot. Ai vetëm sa acaron situatën me prokurorët special. Ai vetëm sa vet gazi botës, sepse arrin në nivele shumë ordinere për një kryeministër i cili nga tribuna e parë që i jepet mundësia për të folur, ai i quan ata idiot. Po si mundet mort, i thua ti prokurorëve, të cilët kanë një karrierë të gjatë, idiot. Prokurori është prokuror. Unë jam avokat. Dhe unë nuk e kam debate me prokurorët, absolutisht. Unë e kam me gjykata. Unë flas për gjykata. Po nuk i va arri kur që të them prokurorit idiot, se ke sjell ti një akuzë që s'më pëlqen mua, ose klientit tim, ose klientëve të mi. Absolutisht jo. Veprimet e Zotit Rama kanë qenë veprime të tij populiste për të treguar, për të thënë atyre që unë jam mbështetës i Thachit e kështu me radhë bla bla bla. Një mbështetas nuk flet në këtë mënyrë, nuk flet me këtë gjuhë dhe nuk nxjerr kur bisedat konfidenciale, personale në publik. Nëse unë e ti u pim kafe nesër dhe diskutojmë një çështje personale, nuk do ta diskutojmë në publik. Është një çështje personale. Dhe Zoti Rama me atë që ka bërë dje ka treguar një që një gojë shturur dhe është njeri i cili po tregonte çdo ditë më shumë një nervozizëm dhe ky për nervozizëm thash i buron e ka burimin te prokuroria e posaçme. Nuk ja zgjidh dot ta hallin Zotit Rama as populizmi që kërkon ai të marrin në Kosovë dhe as hallet dhe as populizmi dhe as si thon imazhi që do të ndërtojë ai si një lider global, evropian e kështu me radhë. Kështu që unë jam i mendimit që këto fjalime nacionaliste janë vetëm për një pjesë të popullatës që jo vetëm që nuk kuptojnë, po janë një pjesë asaj populate ignorante që ka mbetur ora akoma tek fjalime patetike, se ata në Kosovë nuk din akoma që e quhen edhe një pjesë e tyre e quhen edhe Verogjen e quhen hero. Nuk e di që ata u tradhtuan nga Verogja dhe nga partia e Zotit Rama. Ata u tradhtuan nga Verogja. Ata e quhen sa një pjesë e tyre janë heroj tot për Verogjen. Kështu që dhe Zoti Rama nuk mundet të mbuloj të gjitha ato pisllit që i bëri Kosovës me Ballkanin e hapur, ku i dha një fuqi qoftë ekonomike dhe politike po deshët t'ju Serbis, e mbajti me oksigjen Aleksandar Vučić dhe tani për të rregulluar ca gjëra, duke parë që Albin Kurti fitoi bitshëm, shkon atje tani dhe bën këto folklorizmat nacionaliste që janë të dala jashtëmode. Zoti Cakani, dhe i pyetja e fundit, Edi Rama ka deklaruar se më 19 shkurt do të jetë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Washington për të firmosur antarësimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Megjithatë, ai nuk ka bërë të ditur ftesën konkrete të presidentit amerikan Donald Trump, të paktën nga ajo çfarë deklaroi së fundmi, duke pasur parasysh një figurë të tillë me gjitha këto që e kanë rrethuar Edi Ramën, por duke pasur dhe një dosje në Shtetet Bashkuara të Amerikës si ajo Charles McGonigal, a mund të udhtoj kryeministri një vendi për të marrë pjesë në një event të tillë siç është antarësimi i Shqipërisë në Bordin e Paqes? Shiko, gazetat evropiane këto ditë kanë shkruar në disa gazeta
kanë shkuar lidhur me Bordin e Paqes, ku kanë përcaktuar 3-4 vende nga Europa që janë bërë pjesë e këtij bordi. Ju e dini që asnjë vend i Bashkimit Evropian nuk është bërë pjesë e këtij bordi. Dhe pjesë e këtij bordi janë bërë Shqipëria, Kosova, Bullgaria dhe nuk më kujtohet tjetër. Kjo Hungaria edhe mos gaboj Slovenia, kjo Slovakia. Dhe këto janë bërë për shkak sepse kanë të njëjtat politike me Donald Trump. Por Bordi i Paqes nuk është bordi që i jep Edi Ramës oksigjen politik. Ai është një bord i cili është krijuar nga Donald Trump për interesat e veta, ku do mblidhen edhe lek po deshët ju, për të investuar në vende si Gaza e kështu me radhë. Në atë bord paqe nuk është thirrë Edi Rama, është thirrë kryeministri i Shqipërisë. Kryeministri mund të ishte edhe ti dhe unë e kushdo tjetër. Mos harrojmë që atë bord paqe është thirrë edhe Lukashenko i Bielorusisë, që është një diktator, një autokrat po si Rama, është thirrë edhe lideri komunist i Vietnamit, do marrë dhe ai pjesë atje. Pra janë thirrë lider rreth mbi 60 apo 70 vende që do përfaqësohen padyshim nga liderët e tyre, sipas si e kanë ata kushtetutin, dikush nga presidenti, dikush nga kryeministri. Por ai nuk është çok për Edi Ramën. Ajo është një ftesë që ka ardhur nga shtëpia e bardhë për vendet. Unë nuk e di tani që zoti Rama do shkoj si ka punët apo jo. Unë mendoj që zoti Rama është shumë i sforcuar, sepse është në mes dy zjarreve, është në mes zjarrit të globalistëve, të George Soros, dhe ndërmjet zjarrit tjetër që atë djeg që është Donald Trump. Unë nuk besoj që shkuarja atje jep Ramës fuqi politike. Absolutisht jo, nuk jam nga ata i them që shkoj atje dhe tani mori fuqi politike. Problemi i qëndron që zoti Rama do shkoj atje si një në 70 apo 80 liderët që kanë pranuar këtë lloj bashkëpunimi me Shtëpinë e Bardhë. Dhe kaq kjo përfundon këtu. Zoti Rama ka po t'i vësh re, nuk ka shkuar në Davos, që ai nuk ri dot pa bërë çik atë protagonisti në për këto takimet e pa bërë si kloun atje, nuk ka shkuar në meny. Pra, në dy eventet më të rëndësishme ku morën pjesë liderët e Europës, sekretari Rubio apo edhe Merz, kanceleri gjerman e Stamer, ai Mbretërisë Bashkuar e kështu me radhë. Pra, të gjitha këto bëjnë që zoti Rama është i lider i izoluar, është i izoluar, por që zoti duke qenë izoluar Shqipëria. Sepse pavarësisht propagandës mediave të tij, që paraqiten që ishte ftesë personale për Edi Ramën e bla 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 të kësaj natyre, por Shqipëria me Edi Ramën do avancoj, do thirret, do bëj takime, jeta vazhdon. Fati që në këtë moment është Edi Rama kryeminist. Kjo është e gjitha. Unë nuk e shikoj një propagandë ose nuk e shikoj një takim që jep Ramës një vazhdimsinë e tij politike, ose jep amnistinë e tij politike, ose jep atij një imazh më të mirë në Shqipëri apo në Europë. Mos harrojmë që dije, jo më larg nga dije, Fox News, që është një nga mediat më të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fliste pikërisht për ndërmarrjen që bëri Edi Rama dhe pikërisht për Belinda Balluku. Pra, ka arritur në këto nivele zoti Rama që po diskutohet tashmë në mediat botërore. Më parë diskutohej, ju kujtohet ju që paguante jo dhe ekonomiste këto për Shqipërinë bla bla bla, si e ka bërë Edi Rama Shqipërinë kështu me radhë, sot po flitet e kundërta. Dhe unë mendoj që ka filluar numërimi mbrapsh i orës për Edi Ramën. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit, mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.